Tashmë nga studio kemi ardhur në mjediset e brendshme të maternitetit Koço Gliozheni në kryeqytet. Dhe kam ardhur këtu për të bërë një bisedë mjaft interesante me dy mami. Ato tashmë janë pjesë e ekipit të qendrës së riprodhimit mjekësor të asistuar apo IVF-it, aty ku bëhen bebet e bukura me ndihmën e mjekëve. Dhe unë nuk i kam zgjedhur kot Stella Revelin dhe Denisa Koçin, por sepse ato janë pjesë e ekipit të mamive që kanë marrë edhe çmimin si ekipi i mamive për vitin 2026 nga urdhri i infermierit. Një çmim që e keni marrë si pasojë e punës dhe përkushtimit, apo ja? Unë ju falenderoj shumë që gjetët pak kohë mes punës tuaj, që e di që është shumë impenjative, për të folur edhe për emisionin Health O'Clock. Ne gjithmonë flasim për lindje, për bebe, por shumë pak kemi folur që porta e parë pritëse është një mami. Dhe ju përpara se t'jeni pjesë e ekipit IVF-it, keni qenë të dyja në shërbime të ndryshme. Stella? Në blokun e lindjes, mami në blokun e lindjes. Për sa vite? Për rreth 19 vite. 19 vite. Dhe Denisa? Në terapin intensive, për rreth 19 vite. Pra gati 2 dekada në shërbim duke u marrë me bebat. Unë jam shumë kurioztare të di, po e filloj fillimisht me Stellën, duke qenë se Stella është ajo që i pret bebet. Cili është roli dhe si është dita e një mamie? Dita e një mamie, Bruna, është e mrekullueshme. Unë adhuroj profesionin tim. Fillon me një dinamizëm, përgjegjësi, emocione, jo vetëm nga ana profesionale, po edhe nga mbështetja emocionale, nga monitorimi i nënës dhe i bebit, deri në fundin e bukur që është ardhja e një jete të re. Çdo histori sjell momente të ndryshme. Si profesion është me përgjegjësi, po jashtëzakonisht i bukur, sepse çdo lindje të lë ty një ndjesi të veçantë. E kuptoj. Sigurisht, momentin që një bebe lind, jo gjithmonë është mirë, le të themi, fizikisht dhe mund t'ja çojmë pranë mamit. Ndonjëherë do të duhet që ta kalojmë tek Denisa në terapinë intensive. Si ishte dita jote, Denis, në terapinë intensive me bebet që mbase kishin problematika? Në terapinë intensive, roli i infermierës në terapinë intensive ishte kujdesi, monitorimi dhe trajtimi i duhur për foshtin e sapo ardhur. Stella, më trego pak. Një mami mbase mamat apo gratë që kanë ardhur për të lindur e din që është shpeshherë porta e parë pritëse, ndërsa për shumë kënd mund të mos ketë njohuri. Cili është roli? Cili ishte roli jot në një grua shtatzën që vinte me dhimbjet e lindjes dhe nuk e kishte mbase dhe mjekun e saj në atë moment në spital? Mamia është një rol i rëndësishëm për një grua shtatzane në procesin e lindjes. E presim me dëshirë të madhe, me dashuri, me suport, me ëmbëlsi. Mundohemi të shpjegojmë të gjithë procesin e lindjes, që dhe ajo të jetë informuar, të ketë qetësinë dhe ajo se çfarë duhet kaloj, sepse në procesin e lindjes janë disa faza. Është faza e dilatacionit, faza e ekspulsionit, është dhe periudha e leonis. Në fazën e dilatacionit kemi të bëjmë me fazën aktive, që ajo... Na thuaj pak më shqip këtë dilatacionin, që ta kuptojnë edhe ato që na dëgjojnë. Dilatacioni është hapja e qafës mitrës. Pra kur bëhet, le ta themi kur bëhet gati për të lindur bebi. Kur është në faza rrugës, kur hapet qafa mitrës, kur kemi monitorimin e nënës dhe RZF që janë rrafjet fetale. Të gjitha këto i bën një mami? Një mami, po. Dhe kemi të bëjmë dhe në fund që pasaj është faza e ekspulsionit, që ka të bëjmë me forcën që i themi ne vetëm ti në ndihmon për të nxjerrë bebin. Ka filluar procesi lindjes tash? Është hapja qafës komplet e mitrës, tani është procesi lindjes. Presim bebi? Presim bebin, por do dhe pak kose, nuk është se u hap dhe normalisht, themi, plus emocionet që ka ajo, plus që nga kontraksionet e shumta është gruaja është e lodhur, ne japim kurajo, japim dashuri, aq sa mundemi, suport, që ardhja e bebit jetë sa më lehtë dhe sa më mirë, si për nënën ashtu edhe për mamin.
në kohët moderne, po e quaj kështu unë tashmë kohët moderne, mbase shumë mama preferojnë që të kenë, ose shumë gra preferojnë që të kenë partnerët e tyre gjatë lindjes. Si është në këto raste? Është më shumë suportues një partner, apo i kontrakton më shumë këto nënat gjatë lindjes? Të them për eksperiencën time, haj sa kam parë. E mira është që t'jetë dhe bashorti, të shikoj edhe procesin e lindjes, e mira. Por nuk është se jem në i suport gruas. Pse duhet ta shikoj bashorti procesin e lindjes? Si është ta di që dhe ai si po kalon gruaja. Të na e besoja të dhimbjen, të thuash? Po, dhimbjet, mënyrën se si ajo shtyn, është shumë e rëndësishme, mënyrën se si del dhe fëmia. Ndikon kjo në lidhjen e babait me fëmijën, në momentin që e shikon lindjen, ka ndonjë ndikim në lidhje me gruan, me partneren? Thjesht edhe gruaja ndihet mirë ku ka dhe bashortin, është një njeri i afërt. Përveç vetes, normal ka dhe bashortin e vet që jep më forcë, më kurajo, më guxim. Si janë në 19 vite, besoj kanë qenë të shumta gratë që keni pritur dhe përcjell në sallën e lindjes. Si është një lindje, le ta quajmë tek ato që ju e quani lindje të lehtë, të mbar, të shpejt, si konsiderohet? Një lindje që thua ti e mbarë, shpejt e mirë, është lindja në mënyrë fiziologjike. Është ajo lindje që është pa komplikacione. Është ajo lindje që për hapjen e qafës mitrës dhe deri në procesin e lindjes është me ritme normale. Plus që është një lindje që nuk do ndërhyrje të veçantë. Një lindje lehtë, themi le. Asiston mjeku te kjo lindje? Tjetër, si në lindjen e lehtë dhe si në lindjen e vështirë, normalisht në mjekun e kemi pranë. Por që është një proces që kryesisht ndiqet nga një mami. Është ajo që e monitoron. Lindi bebi dhe qau. Për ne është gëzim. Është augurim. Të qara që ju lumturojnë. Puna jonë na ka shkuar ashtu siç duam. Bëm një të lumtur një nën, ka ardhur një krijesë e re. Por në disa andot që nga një lindje naturale të lind një beb që ka probleme, që do duhet të kalojë në terapi intensive? Ka ndodhur dhe do të ndodhi. Pra që edhe nga një lindje naturale të lind një bebe që mund t'jeti lodhur, mund t'ket nevojë për oksigjen, dhe në këtë moment futet në lojë terapia intensive. Besoj dhe nesë vinë aty bebat, çfarë bebesh vinë në një terapi intensive? Kush janë ato kategori fëmijësh që foshnjësh që paraqiten tek terapia intensive? Në sallën e lindjes, Bruna, siç është stafi mjekësor, obstetër, mami, është dhe stafi i neonatologjisë, mjeku dhe infermierja. Stella, në momentin që lind bebi, e dërgon në radiant tek mjeku neonatolog dhe infermierja, dhe mbasi bëhet reanimimi i parë në varësi të gjendjes së bebit, sepse po të kemi një bebi prematur ngjitet direkt në reanimacion tek unë. Ndërsa një bebe tjetër, një lindje asfiktike, reanimohet, një bebe asfiktike reanimohet dhe pastaj dërgohet në terapin intensive. Ndërsa një bebe që ka lindur me detres respirator, kërkon kohën e vetë. A i qëndron në reanimacion 2 orë dhe nëse këto rënkime nuk i qetësohen, gjitet sipër në terapin intensive tek unë. Besoj në 19 vite dhe ndonjëherë të është dashur të shikosh edhe bebe të cilat kanë qenë shumë vogla, bebe të cilat kanë patur shumë problematika. Si është të shohësh një bebe që është, le të themi, në kufin të mbijetesës, po lufton shumë për t'ja dalë? Atëherë të shikosh një bebe 900 gramsh që ka kaluar një rrugë të gjatë dhe të vështirë në terapin intensive, është një emocion, është një përgjegjësi profesionale, si dhe ndjesi njerëzore. Si janë, besoj, në ato momente kur jenë në terapi intensive dhe ka bebe me shumë problematika, edhe mamat janë të shqetësuara. Si është të suportosh një mamë që ndoshta ka frikë se bebi saj nuk do t'ja dalë? Atëherë, suporti nënës është shumë i madh, për arsyeën sepse ti ke një lidhje emocionale me bebin. Këtë lidhje emocionale që ke me bebin, këtë lidhje emocionale ke dhe me nënën. Duke kaluar për një kohë të gjatë
që është në terapinë intensive, ti krijon këtë lidhje. Sa qëndron, cili është bebi që ka qëndruar më gjatë në terapi intensive, që ke parë, që ke ndjekur, apo që të ka mbetur në mendje? Ke ndonjë histori që e ke të memorizuar, që të ka shënjuar në punën tënde? Ka shumë histori, Bruna, ka shumë bebe prematur që kanë lindur 900 gram dhe kanë arritur të mbjetojnë dhe të jenë bebe të shëndetshme dhe bebe me shëndet të plot. Besoj jeni të lumtur kur shikoni që një beb kalon terapinë intensive. Patjetër, ne jemi shumë të lumtur sepse kjo është një krenari profesionale, si dhe një kujdes i stafit mjekësor. A të ka ndodhur ndonjëherë të ikësh në shtëpi edhe të kesh mendjen ose të kesh marrë me vete atë ndjesin e mërzisë që të ka lënë një bebe që sapo ka ardhur atë ditë në shërbim dhe këtë ta kesh përcjell tek familjarët? Gjithmonë, Bruna, kur vinin bebe, neve kishim këtë shqetësim, sepse që në momentin e parë të ardhjes së bebit ti krijoj një lidhje me bebin. Dhe këtë lidhje që ti krijoje gjatë gjithë atij turni që ti ishe, e reflektoje shqetësimin tënd dhe në familje. Dhe në familje. Ti, Stella, besoj se ke vetëm ndjesi të bukura, apo të ndodhte që të mbartje dhe emocione negative? Të të gënje normalisht edhe emocionet bukura, po edhe normalisht dhe vështirësit. Sepse çdo lindje ka atë historinë e saj unike, me vështirësit dhe momentet e saj emocionale. Shumë emocione shumë të forta brenda një salle lindje. Kur bëhet një lindje e vështirë që ka nevojë të kaloj në sallën e operacionit, pra sepse nuk po ja del dot Një lindje e vështirë është një lindje me komplikacione. Është një lindje që kemi të bëjmë me një proces të avashtë të hapjes së qafës mitrës. Kemi të bëjmë me kontraksione jo efektive. Pozicioni i fetusit është jo i favorshëm. Dhe këtu kemi një ndërhyrje mjekësore të veçantë për të siguruar sigurinë e nënës dhe të bebit. Vazhdon roli i mamis edhe në sallën operatore? Po. Pra nuk është se shkëputet aty, mbaron dhe kalon. Jo. Vazhdon të ketë një rol dhe brenda sallës. Patjetër. Ndihmon ekipi mjekësor, ndihmon instrumentaren, nga fillimi deri në fund të operacionit. Pra nuk shkëputet deri në momentin që bebi vjen në jetë, aty mbaron roli i një mamie, apo vazhdon? Derisa mjeku mbaron çdo gjë. Derisa mjeku, që themi ne, heq doreza dhe për çdo gjë ka mbaruar. Aty mbaron. Ashtu mbarojmë dhe ne. Aty pasaj merr pjesa tjetër. Stella, the më herët që do duhet ju i suportoni nënat, ju tregoni për procesin e lindjes, a është e nevojshme që këto gjëra një nën ti mësoj, le të themi, në një proces më të hershëm, dhe cili është roli i mamis gjatë shtatzanisë së një gruaje? Këshillat. E mira është edhe para, do më thënë, gjatë shtatzanisë, si që të edhe ti, gjatë që janë këshillat që të mund të marri, gjatë procesit lindjes, të ketë njohuri të ketë informim të mirë për procesin e lindjes. Rol kryesor është dhe periudha, jo vetëm lindja, është dhe periudha leonis. Shumë gra, mbas lindjes, që shumë gra, kur lindi thojnë, po si do të mbajmë këtë bebë, po si do të jap gji, por si do të laj. Këto janë këshillat që duhet të di para se të lindi gruaja. Do jep një mami? Po, një mami. Jep një mami. Edhe këto këshilla, pra mund të na orientoj më herët. Edhe mjeku, normalisht, po me gjitha të kjo është puna e mamis. Periuda e leonis, këshillat. Çfarë e dëmton? Po e them kështu, e dëmton, sepse nuk po gjej dot një fjalë më të përshtatshme. Një proces lindje, një proces lindje natyral, nga një padituri e nënës, pra që nuk e ka ditur. Ka diçka që duhet ta di patjetër një grua përpara se të shkojë në një proces lindje për të mos le të themi mos e dëmtuar procesin ose për të shkuar gjithçka siç duhet. Jo, sepse normalisht do ndodhi mamia afër. Sa do e mirë informuar dhe informuar tjetë nëna. Çdo gjë është mamia ajo që përballet. Ashtu siç e përcjell ajo emocione, ma përcjell dhe mua. Sa do e përgatitur dhe jo e përgatitur që mund të them tjetë për procesin e lindjes,
është mamia ajo që do të mësoj. Pra do të udhëzoj. Sistemi neve. Mjafton të ndjekësh zërin e mamis gjatë një procesi lindje dhe mund të bëhet më e lehtë. Patjetër. Gjatë procesit. Po mundet një nënë në ato momente që ka aq shumë dhimbje të ndjek zërin e mamis dhe të ndjek fiksat të çfarë i thot mamia? Mund të them në përgjithësi edhe ndjeki, edhe të dëgjojnë, por me dhimbjet që kanë kaluar është pak e vështirë. Po ne mundohemi që edhe ato të na kuptojnë. Një punë shumë e bukur, por edhe shumë emocionale. Ju tashmë nuk jeni më në as ti nuk jem në sallën e lindjes, as Denisa nuk është në terapinë intensive, keni kaluar tek IVF-i. Si u ka ndryshuar, si ka ndryshuar roli i punës? Atëre, në terapinë intensive, ku unë isha, monitoroja parametrat jetësor, si që ishin frekuenca kardiake, frekuenca respiratore, saturimi oksigjenit, temperaturën, tek bebet. Në detresin respirator, në apnoet, në cianozën, në tolerancën, kujdesin ndaj tolerancës, në sondën orogastrike, asistoja në medikamentet si pas protokolleve mjekësore dhe raportoja ndryshimet tek mjeku dhe shumë të tjera. Ndërsa në qendrën në IVF, ndërsa në qendrën e IVF-it, roli i infermieres është në administrimin e medikamenteve, tek nëna këtë herë. Tek nëna, në koordinimin që bëje me mjekun dhe pacienten, në koordinimin midis embriologes dhe pacientit, në asistimin në sallat për pick-upin dhe për transfertën embrionale. Dhe ke anën psikologjike të nënës. Pra në pjesën për vitet që ke punuar në terapinë intensive, do duhet të kujdeseshe për bebin i cili nuk është se të fliste, por në IVF tashmë duhet të merresh edhe me gjendjen emocionale të nënës, e cila edhe t'i shpreh emocionet e saj dhe të tregon si tijet. Po, nënat shpeshherë tregojnë emocionet e tyre. Nënat kur vinë tek neve, kanë një besim, pasi kanë kaluar një kalvar të gjatë në qendra të tjera infertile. Dhe në qendrën tonë vinë me një shpresë për të pasur një bebe. Vinë me shpresën që do kenë një bebe. Stella, edhe për ty e njëjta gjë, nga pritja e një bebi, pra vazhdon të presësh një bebe, por tani e ndjek ndryshe, e ndjek nga ngjizja. Te qendra e riprodhimit të asistuar nuk pres bebe. Bëj që jo, ishte në sensin që prisni të vi një bebe, pra sepse merreni me procedurat për të arritur konceptimin. Pres një fëmijë, ndërsa në qendrën e riprodhimit të asistuar ndihmoj nënat për të bërë, ndihmoj gratë për të bërë nëna. Shumë e bukur kjo. Por nuk jemi vetëm ne, është një ekip nga mbrapa që dua t'i falenderoj për arritjet, besueshmërinë, bashkëpunimin, besimin që kemi me njëri tjetrin. Patjetër është një ekip që duhet falenderuar gjithmonë për punën që po bën për t'i bërë të lumtura dhe ato gra që nuk ja kanë dalë në mënyrë natyrale të sjellin në jetë fëmijë. Por si është për ty emocionalisht, Stella, të jesh në kontakt me nëna që deri më tani e kanë dashur shumë ta kenë një bebe, por nuk e kanë? Dhe janë me shpresën që do ta kenë, kanë ardhur për ta patur një bebe. Thjesht të ndikon? Më ndikon, sepse jam nën vetë, dhe normalisht them çdo grua, çdo femër duhet jetë nën. Më ndikon, i jap suport, i them çdo gjë do shkojë në rregull, domethënë çdo gjë do shkojë okej. Besim, nëse ke besim te vetja, çdo gjë do realizohet. Dua të di nga të dyja atë momentin kur nëna merr lajmin e mirë se ka funksionuar gjithçka siç duhet në IVF dhe do të bëhet së shpejti nën. Kush ja jep embriologja, ja jep mjeku, ja jep asistoni, si është ky moment? Që në momentin e transfertës embrionale, që neve asistojmë, pacientja, emocioni më i madh është
kur pacientja na tregon për rezultatin pozitiv. Ky është një emocion që neve e përcjellim njësoj si nëna. Pra është rezultati pozitiv, është ai që është në pritje të ëmbël. Po. Tashmë që jeni në IVF, shumë bebe ju keni për detyrë të merreni me emocionet e nënës, me gjithë punën që duhet të bëjë një infermier, por kanë ardhur shumë bebe nga kjo puna e të gjithë ekipit. Dhe kemi bebin e parë, atë që tashmë është bërë edhe bebi më mediatik është Soreja. Si ishte ai emocioni kur morët vesh, jo vetëm që Soreja ishte ngjizur, por edhe kur Soreja erdhi në jetë? Unë kam pasur fatin që të jem që në transfertën embrionale të Sorejas dhe 9 muaj neve kemi qenë me Soreja, deri në çastin kur bebi ka lindur dhe në sallën e operacionit. Dhe ky ka qenë një emocion shumë i madh dhe një arritje mjekësore. Stella, edhe për ty besoj një lloj është, Soreja është ai bebi që keni dhe foto në IVF. Soreja është bebi të parë, gjithëve. bebi i të gjithëve, bebi që ne duam shumë dhe që na viziton sa herë ka kënaqësi nëna që të vi me gjithë Sorejen, të na përshëndesi, të na falenderoj, të na vlerësoj për punën që kemi bërë. Unë nuk do doja t'ju merrja më shumë kohë, por kam shumë nevojë për disa këshilla, duke qenë se ju thatë që është mamia ajo që na këshillon për gjithë procesin se si duhet ta bëjmë një lindje të lehtë, por edhe se si të kemi ato ditët e para të lindjes. Nga disa këshilla të thjeshta, nga të dyja do doja për të gjithë mamat që janë duke pritur beba, por dhe ato që sapo i kanë lindur bebat. Unë, Bruna, do ta përmbledhja me një fjali. Qetësia, besimi dhe mbështetja tek stafi mjekësor është çelësi i një lindje të bukur. Për të gjithë gratë shtatzane, do t'i thoja që sigurin, do më thëmë frikën, anktin, janë krejt normale. Po, do të them që të kenë besim të vetja, të jenë sa më të qeta emocionalisht, të informojnë për procesin e lindjes, të hapen, të komunikojnë hapur me mjekun dhe me mamin që e ndjek. Të kanë mbështetje si nga ekipi mjekësor, ashtu e kanë dhe mbështetjen emocionale nga familjarët. Dhe kjo çdo moment, çdo grua e përjeton ndryshe çastin e lindjes, por në fund fare është ai çasti magjik, çasti bukur që vjen krijimi i një jete të re, vjen ardhja e një bebeje. Ato që mezi e presin në fakt, jo vetëm nënat, por të gjithë familjarët momentin e ardhjes në jetë. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë të dyjave, jo vetëm për kohën që morët për të dhënë një intervistë për emisionin Health O'Clock, por edhe për gjithë punën e mirë dhe të bukur që bëni në suportimin dikur të nënave në proces lindje, apo të nënave që ishin në momente shumë të vështira mbase edhe shumë të trishtuara në jetën e tyre, por që besoja kanë hedhur, dhe tashmë në nëna që ka nevojë për gëzim dhe për optimizëm. Faleminderit dhe ju, Bruna, ishte kënaqësi dhe për ne. Faleminderit, Bruna, kënaqësi për ne.